Rikthimi i Armando Prengos në kuvent ka aktivizuar demokratët në një sulm tjetër për dekriminalizimin, tashmë kur hyrja e ligjit të posaçëm në fuqi është vetëm moment procedurial dhe vullnet politik. Deputetët demokrat braktisën punimet e komisionit të kuvendit, duke u bërë të pamundur edhe deputetëve të shumicës të zhvillonin mbledhjet, pasi edhe ata shënuan mungesat e tyre. Lajmi që sollën demokratët në mesditë ishte se në komisione pritet të mos shkohet deri të njëjtën, ndërsa mos plotësimi i disa kushteve që nisin me dekriminalizimin janë përcaktuese për sjelljen e tyre gjatë seancave plenare. Lulzim Basha ka mbledhur 2 herë grupin parlamentar pa u mbushur 24 orë dhe para medias dha këtë qëndrim për çështjen e dekriminalizimit. Partia Socialiste nuk ka lëvizur gishtin të drejtim, çdo vonesë në drejtim ngarkon drejt për drejt me përgjegjësi Edi Ramën dhe kupolën e tij, pas zgjidhur çështjen e zbatimit 1-1 të ligjit për dekriminalizimin, pas zgjidhur paradoksin e uljes së njeriu që gjakos qytetarët e vet dhe pastaj vjen e ulet si deputet normal në parlament, vendi nuk mund të bëjë përpara, parlamenti nuk do të funksionojë për asnjë një vendim gjykate si një parlament normal. Për rikthimin e Prengos në kuvent, Basha bën përgjegjës Edi Ramën, edhe pse ai nuk u mbajt në burg, sepse kështu vendosi gjykata. Jo, s'është i pafajshëm. Është në hetim për një vepër në flagrancë. Dhe ju e dini që calet mbeten në burg, ndërsa sulmuesi u lirua. Qofse kjo ju duket normale, merreni dhe pranoni, jeni të sigurt që kush e pranon këtë është minoranca absolute sot në Shqipëri, dhe ajo që them unë është mendimi dhe qëndrimi i shumicës absolute të shqiptarëve. Gjakosit e qytetarëve e kanë vendin qeli, nuk e kanë vendin parlament. Dhe kush bën avokatin e të kundërtës, e ka vendin bashkë me kriminalet në burg. Kërkesat e Partisë Demokratike nuk përfshin vetëm largimin e Armando Prengos. Siç është largimi i Armando Prengos, miratimi të njëjtën i vendimit që fut në fuqi ligjin për dekriminalizimin, miratimi të njëjtën pas shqyrtimit në komisionin e mandateve dhe rregullores të largimit nga Parlamenti i Shqipërisë i Koço Kogdhimës, Valentina Leskajt dhe Rakip Sulit, të cilët në kundërshtim me kushtetutën kanë konsumuar parat e publikut shqiptar, pasurinë publike ndërkohë që janë vetë deputet, si dhe pamundësimi i mazhorancës për të penguar punën e komisioneve hetimore parlamentare, siç ka bërë deri më sot duke tërhequr quorumin dhe duke efektivisht duke kthyer këto komisione në komisione pa vlerë. Basha kërkon një reagim të fortë qytetar dhe ai se njëjtë sipas tij është shansi i vetëm për funksionimin normal të parlamentit në të ardhmen. Ku institucionet pamundsojnë drejtësinë, mbetet vetëm një shpresë dhe kjo është shpresa i një reagimi të fortë qytetar. Sipas Bashës, edhe pse kreu i kuvendit Ilir Meta si kryesues i Këshillit të Rregullores dhe Mandateve ndodhet në një vizitë zyrtare jashtë vendit, nuk ka asnjë pengesë teknike që dekriminalizimi të mos përmbyllet deri të njëjtën. S'ka asnjë pengesë, kjo është çështje e vullnetit politik. Nëse ka vullnet politik, kjo zgjidhet. Nëse s'ka vullnet politik, do të përballen me opozitën në parlament dhe kudo tjetër. Faleminderit.